Një nga videot më të shpërndara në internet dhe një moment historik për Bangladeshin, por po ashtu një nga momentet që tregon se si revolta e një brezi të tërë rrëzoi një prej liderëve më afatgjat të vendit, Sheikh Hasina. Kryeministrja e larguar e vendit u dënua me vdekje në mungesë për krime ndaj njerëzimit. Brohoritja u dëgjuan brenda dhe jashtë sallës së gjyqit, teksa fati i saj vendosej gjatë një transmetimi live. Ajo që solli ngjarjet deri këtu ishte një protestë e nisur në mes të vitit 2024 nga gjenerata Z në vend, që tani njihet edhe si revolucioni i korrikut. Ishte pikërisht kjo protestë të rinjve që shkundi themelet e qeverisë së Hasinas, e cila qëndronte në pushtet prej 15 vitesh. Ata dolën kundër sistemit të kotave të punës në vend, sipas të cilit personat me backgroundin e duhur familjar siguronin vendet më të mira të punës në shtet, pra bazuar në trashëgimi dhe jo në merita. Protestuesit, Gen Z, shumica e të cilëve nuk kishin njohur udhëheqës tjetër të vendit veç Hasinës, u mobilizuan përmes platformave si Facebook apo WhatsApp për të koordinuar dhe për ta përhapur fjalën. Por teksa tensionet rriteshin, qeveria u përgjigj me forcë, me shtetërrethime, bllokim të internetit, mbyllje të kampuseve universitare dhe deri në përdorimin e forcëve apo të armëve. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në përplasjet që ndodhen humbën jetën të paktën 1400 persona. Hasina akuzohet të ketë urdhëruar hapjen e zjarrit ndaj studentëve me sulme që u bën nga ajri me dron apo me helikopter. Pasi miliona persona mbushën rrugët, ajo u largua për në Indi, nga ku edhe gjyqin e saj e ka cilësuar si të padrejtë dhe të politizuar. Komet apo teknologji e avancuar aliene, interneti vijon të vlojë ende rreth këtij objekti ndërhyjor që ne shohim, por NASA ka vetëm një përgjigje të vetme. It looks and behaves like a comet and all evidence points to it being a comet. But this came from outside the solar system, which makes it fascinating, exciting and scientifically very important. Më herët gjatë kësaj jave, NASA nxori disa nga ekspertët e saj bashkë me disa foto të reja të objektit ndërhyjor që mban emrin 3I Atlas për të shpjeguar edhe një herë se nuk ka asgjë të pazakontë rreth saj. Kometa u pikas për herë të parë në korrik nga një teleskop i vendosur në Kili dhe ka ngjallur kuriozitetin e astronomëve, por edhe ato të personave të tjerë që kanë pretendime se mund të bëhet fjalë për një objekt shumë të avancuar që vjen nga ndonjë qytetërim tjetër jashtë sistemit tonë diellor. Këto janë pretendime që NASA i ka hedhur gjithnjë poshtë. Dy vepra të ndryshme arti të shitura në shtëpinë e ankandeve Sotheby's kanë zënë kryetitujt këtë javë. E para, një vepër e piktorit austriak Gustav Klimt, një portreti Elisabeth Leder, njohur për fletën e saj prej ari dhe dizajnin e detajuar, u shit për plot $205 milion, duke u bërë kështu një nga pikturat më të shtrenjta të shitura ndonjëherë në ankand. Coming up, ladies and gentlemen, I think this is it. At $205 million. Here it is for the Elizabeth Leder portrait, only at Sotheby's, here in the Breuer. The Klimt, Julian, is yours. Congratulations. Congratulations. Nga ana tjetër, një tualet totalisht funksional, por prej arit 18 karat u shit për $12 milion. Kjo vepër është parë si kombinimi luksit, humorit dhe reflektimit shoqëror. Artistin që e ka realizuar, Maurizio Cattelan, me shumë ngjasa e njihni, pasi ai është autori i bananës së famshme të ngjitur në mur që në të njëjtën shtëpi ankandi u shit për $6.2 milion. Ne do të mbetemi te veprat e artit pasi Muzeu Grevy në Paris inauguroi këtë javë një statuj prej dyllit të princeshës Diana. Kjo kopje e Dianës vendoset në Paris 30 vite pas aksidentit që i mori jetën princeshës së Walesit në kryeqytetin francez. Drejtori i muzeut tregoi për mediat se statuja prej dylli e Dianës ishte planifikuar që të vendosej në muze në vitin 1996. Po ashtu ishte planifikuar edhe një takim me princeshën, por projekti u ndërprer pas aksidentit që ndodhi një vit më pas në vitin 1997. Do të shohim edhe një koment që ai ka bërë. Tani, pas 30 vitesh, na u duk normale dhe nevojshme që ta sillim atë, pasi vizitorët tanë e kanë kërkuar së tepërmi, tha ai. Ai shpjegoi po ashtu se ekipi i tij donte ta tregonte atë pra Dianën që të shkëlqente, krahasuar me statujën që ajo ka në Londër. Prandaj, edhe zgjodhen që t'i vishnin fustanin e zi që Diana veshi në 1994 në të njëjtën mbrëmje, kur bashkëshorti i saj, princi Charles, pranoi se e kishte tradhtuar.